Gjuha shqipe vendoset në tabelën e Tabanos, por me gabime drejtshkrimore. Vleni kërkon nga prokuroria akt akuzë për Artan Grupin, BDI e quan presion ndaj gjyqësorit. Në 24 orët e fundit janë regjistruar gjithsej 27 zjarre në ambiente të hapura. MPB arrestoi 2 persona. Dështon sërish konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Kurti kërkon më shumë kohë për marrëveshje. Politika e quan të papërgjegjshëm. Përshëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë në edicionin e lajmeve të orës 15:55. Pas reagimeve të shumta në opinion, Gjuha shqipe u rikthye në tabelën e pikës kufitare në Tabanos, por edhe kësaj here me mangësi. Institucionet vendosën tabelën e re ku përfshihet edhe mbishkrimi në gjuhën shqipe, por ajo përmban gabime drejtshkrimore dhe dallon edhe në përmbajtje nga tabela e mëparshme. Reagimet e forta në opinion vu në lëvizje institucionet. Tabela në pikën kufitare Tabanos, e cila ishte në 3 gjuhë, por jo edhe në Shqip, u ndryshua dhe Shqipja u vendos aty ku e kishte vendin. Mirëpo, puna gjysmake dhe jo e kujdesshme për çka shpesh kritikohen institucionet, tregoi efekt edhe në këtë rast. Tabela e re u vendos por me gabime drejtshkrimore. Nuk shkruan Republika e Maqedonisë së Veriut, por Republikën e Maqedonisë së Veriut. Gjithashtu tabela paraprake ka qenë mirë se vini në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ndërsa tani është shkruar vetëm Republika e Maqedonisë së Veriut. Televizioni Shenja një ditë më parë ju dha qytetarëve pasqyrën reale të kësaj situate. Një tabelë që ishte ndryshuar para disa ditësh, prej së cilës ishte hequr shqipja, dhe tabela tjetër të cilën e postoi zëvendës drejtori i doganave, e cila nga mediat online u raportua sikur u ndryshua dhe ju vendos shqipja. Të pyetur nga televizioni Shenja se pse është ndryshuar tabela, ndërmarrja publike e rrugët shtetërore thanë se ata nuk kanë dhënë urdhër për të bërë një gjë të tillë, ndërsa përgjegjësinë e hodhën tek ndërmarrja publike për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve magjistrale dhe rajonale, e cila, siç thanë, është kompetente për mirëmbajtjen e rrugëve, përgatitjen dhe vendosjen e sinjalizimit vertikal dhe horizontal në rrugë. Kjo situatë nuk është as pak e pazakontë në vendin tonë. Para pak kohë Shqipja u tentua të hiqej edhe nga tabela në pikën kufitare në Bllaz, e cila pas reagimeve të shumta menjëherë u ndryshua dhe në tabelë u kthye edhe Gjuha shqipe. Partia shqiptare në opozit BDI ka quajtur skandaloze komunikatën e Vlenit ku kërkohet përgjigje nga prokuroria se pse ende nuk ka akt akuzë për ish-zëvendës kryeministrin Artan Grupin. Nga BDI e kanë perceptuar këtë si ndërhyrje në punën e gjyqësorit. Bashkimi Demokratik për Integrim thotë se Vleni po i bën presion drejtësisë, të cilin e quajnë skandaloz dhe të papranueshëm. Ky shqetësim BDI thotë se ja ka paraqitur miqve ndërkombëtar për fshirje dhe komunikatën e sotme të Vlenit. Sot, i gjithë opinioni është skandalizuar nga reagimi i partisë Vlen dhe apostrofimi i tyre ndaj prokurorisë. Komuniteti ndërkombëtar në vazhdimsi raporton për presione qeveritare ndaj prokurorisë dhe gjykatave, ndërsa Vlen këtë dyshim e konfirmoi sot publikisht. Reagimi i BDI-s erdhi pas komunikatës së Vlenit ku kërkohej përgjigje nga organet e drejtësisë sepse edhe pas 6 muajve ende nuk ka akt akuzë për Artan Grupin. Vlen kërkon nga prokuroria, siç thonë, të mos luaj ku ka fshehtë as me drejtësinë, por të dalet të tregoj pse ende nuk ka akt akuzë në rastin Lotaria, ku ka ngesur procedura dhe çfarë ka ndërmarrë pas konstatimeve të autoriteteve amerikane. Ndërkohë i kanë mbetur rreth 2 javë kohë prokurorisë që të formojë akt akuzë për ish-zëvendës kryeministrin Artan Grupin. Në të kundërt, ai mund të lirohet nga paraburgimi, sepse afati maksimal për të formuar akt akuzën është 6 muaj. Po bëhen gati 6 muaj nga caktimi i arrestit shtëpiak për kutinë e zezë të BDI-s, Artan Grupin në rastin Lotaria, ndërsa nga aktakuza ende s'ka name nishan, më 22 gusht s'ka don afati maksimal i kësaj mase, kurse prokuroria vazhdon me hapa breshke. Grupi u dorëzua në Bllaz më 23 shkurt të këtij viti, pas rreth 14 muajsh arratisje. Fillimisht u caktua mas paraburgimi dhe më pas kjo mas u zëvendësua me paraburgim shtëpiak.
Ai dyshohet se i ka bërë dëm buxhetit të shtetit për rreth 8.2 milion euro përmes lotarisë shtetërore, për çka dhe dashe futi në listën e zezë amerikane. Një 46 vjeçar nga Haraqina është arrestuar nga policia, pasi dyshohet se ka qenë pjesëmarrës në aksidentin tragjik ku humbi jetën një 19 vjeçar e më pas është larguar nga vendi i ngjarjes pa u ofruar ndihmë të lënduarve. Bëhet fjalë për aksidentin e së premtes në rrugën Radishanska në Shkup, ku përplasja mes një automjeti dhe një motociklete i mori jetën të riut. Policia ka privuar nga liria 46 vjeçarin nga Haraqina pasi gjatë aksidentit ku humbi jetën 19 vjeçari ai ishte larguar nga vendi i ngjarjes pa u ofruar ndihmë personave të lënduar. Siç vën media e MPB gjatë shqyrtimit të situatës në vendin e ngjarjes dhe pas masave të ndërmarra dhe sigurimit të video incizimit, është konstatuar se në shkaktimin e aksidentit, por pa kontakt fizik, ka marrë pjesë edhe automjeti i tretë Seat Altea me targa të Shkupit, pas çka shoferi me automjetin është larguar nga vendi i ngjarjes, pa u ofruar ndihmë personave të lënduar. Pas ndërmarrjes së masave plotësuese rreth orës 19:40 në fshatin Haraqin rrethina e Shkupit, është gjetur automjeti dhe shoferi S.O, 46 nga fshati Haraqin. Ai është privuar nga liria, është dërguar në stacionin policor dhe me të është zhvilluar bisedë zyrtare. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të paraqitet kallëzim përkatës. Gjatë aksidentit mes veturës që drejtonte një 47 vjeçar nga Shkupi me motociklistin 19 vjeç, ky i fundit ka ndërruar jetë në vend ngjarje, ndërkaq lëndime ka pësuar edhe shoferi i veturës, i cili është mjekuar në spitalin Naum Ohridski. Aksidenti rrugor ndodhi midis një automjeti Alfa Romeo me targa italiane të drejtuar nga S.B 47 nga Shkupi me qëndrim të përkohshëm në Shkup dhe një motociklete Kawasaki me targa të Shkupit të drejtuar nga N.M 19 nga fshati Pobozhje, rrethina e Shkupit. Nga plagët e marra në vendin e aksidentit ka ndëruar jetë motociklisti N.M. Mjeku i ndihmës së shpejtë ka konstatuar vdekjen, ndërsa me urdhër të prokurorit publik, trupi i të ndjerit është dërguar për obduksion. Aksidenti ndodhi të premte në mesditë në rrugën Radishanska të Shkupit. Një pacient i ri nga Maqedonia e Veriut, i cili ka pasur lëndime të rënda gjatë qëndrimit në Kushadasit të Turqisë, do të transportohet me avion qeveritar drejt vendit. Ministria e Shëndetësisë njofton se është siguruar transporti urgjent mjekësor, ndërsa pacienti do të shoqërohet nga ekipi specializuar mjekësor dhe pas mbërritjes në Shkup do të trajtohet në klinikën për traumatologji dhe ortopedi. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se është siguruar transport urgjent mjekësor për një pacient të ri nga Maqedonia, i cili ka pësuar lëndime të rënda në vertebrat e qafës gjatë qëndrimit në Kushadasi, Turqi. Ministria ka theksuar se në koordinim të menjëhershëm me qeverin, Fondin e Sigurimit Shëndetësor dhe Shërbimin për Punë të Përgjithshme dhe të Përbashkëta, është siguruar një avion qeveritar për transportin e pacientit dhe sipas tyre me procedurë urgjente, pacienti pritet të transportohet nesër drejt vendit. Gjatë transportit, pacienti do të shoqërohet nga një ekip i specializuar mjekësor i klinikës universitare për traumatologji, sëmundje ortopedike, anestezi, reanimacion, mjekim intensiv dhe qendër urgjente, ndërsa janë siguruar të gjitha kushtet e nevojshme për transport të sigurt mjekësor. Sipas ministrisë, pas mbërritjes në Shkup, pacienti do të merret menjëherë për përkujdesje nga ekipi i kirurgjisë spinale të klinikës, ku do të hospitalizohet dhe do t'i ofrohet trajtim i mëtejshëm specialistik, kujdes i nevojshëm mjekësor, si dhe rehabilitim adekuat. Përhapja e zjarreve në territorin e vendit ka vazhduar edhe gjatë 24 orëve të fundit, për çka autoritetet ka njoftuar se gjatë kësaj periudhe ka ndërhyrë përshuarjen e mbi 20 zjarreve. Ndërkaq, Ministria e Brendshme njoftoi se arrestoi 2 persona që dyshohen për zjarrvënie në ambiente të hapura.
Qendra për menaxhimin e krizave ka njoftuar se gjatë 24 orave të fundit në territorin e Maqedonisë janë regjistruar gjithsej 27 zjarre në ambiente të hapura. Sipas të dhënave të fundit, aktualisht nuk ka zjarre aktive, kurse nga 27 rastet e regjistruara, 26 janë shuar plotësisht, ndërsa një zjarr është vënë nën kontroll. Sipas QMK-s, zjarri që ende po monitorohet është regjistruar në deponinë e Dellçevës. Siç thonë ata, janë djegur bimësi e ulët, shkure, mbetje të korjeve, mbeturina dhe deponi, ndërsa në disa lokacione zjarri ka përfshirë edhe pyje me drur të ulët dhe pyje të degraduara. Zjarri janë regjistruar në Petrovec, Karposh, Butel, Gostivar, Tetov, Vasilev, Kërçov, Mogil, Prilep, Strumic, Makedonski Brod, Karbinci, Vrapçisht, Saraj, Kisallavod, Haraqin, Ilinden, Qendër-Zhub, Bogovin, Novasi dhe Dollnen. Nga Qendra për menaxhimin e krizave bëjnë të ditur se deri në orën 7:30 nuk është regjistruar asnjë zjarr aktiv në ambiente të hapura në vend, ndërsa situata në terren vazhdon të monitorohet. Ndërkohë, dje rreth mesditës, në fshatin Greshnic të komunës së Makedonski Brodit, policia ka arrestuar G.S. 45 banor i këtij fshatit. Ai dyshohet se në disa raste të mëparshme ka shkaktuar zjarre në ambiente të hapura. Sipas policisë, rreth orës 11:30 ai është kapur duke ndezur zjarr në zonën ndërmjet fshatrave Greshnic dhe Slatin në territorin e komunës së Makedonski Brodit. Gjithashtu në të njëjtën ditë rreth orës 17, policia ka arrestuar G.A. 76 nga Shkupi në fshatin Sarandinov të komunës së Dollnenit, i cili dyshohet se ka shkaktuar zjarre në ambiente të hapura. Pas përfundimit të dokumentimit të plotë të rasteve ndaj të dyshuarve do të ndërmerren masa dhe do të dorëzohen kallëzimet përkatëse. Motë shumë i nxehtë me temperaturat e larta dhe vranësira të lehta deri në mesatare do të jenë gjatë fundjavës dhe javës së ardhshme. Drejtoria hidrometeorologjike njoftoi se temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 12 deri në 20 gradë, ndërsa maksimalja do të arrijë 33 deri në 40 gradë. Pasdite do të ketë zhvillim lokal të vranësirave të paqëndrueshme me shira të rrëmbyeshëm dhe bubulima të rralla. Temperaturat e larta do të vazhdojnë edhe gjatë natës. Do të ketë erëra të dobta deri në mesatare dhe temperaturat kopas kohe, shpejtësia erës do të arrijë deri në 40 km/h. Ka dështuar edhe njëherë konstituimi i Kuvendit të Kosovës në seancën e 11, kryetari i lëvizjes Vetëvendosja sot nuk ka propozuar kandidat për kryetar Kuvendi dhe ka kërkuar kohë shtesë për marrëveshje politike. Opozita e ka quajtur akt të papërgjegjshëm mos propozimin e emrit për kryetar Kuvendi. Seanca u shoqërua edhe me tensione të përshkallëzuara. Vazhdimi i seancës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës është shoqëruar me tensione mes kundërshtarëve politik. Në seancën e sotme, e cila nisi me mbi një orë vonesë, pritej të hidhet në votim zgjedhja e kryetarit të Kuvendit. Megjithatë, lëvizja Vetëvendosje nuk propozoi sërish emër. Kryetari i lëvizjes Vetëvendosje, një herësh kryeministër në detyrë, Albin Kurti, ka kërkuar përsëri kohë shtesë për të propozuar kandidatin për kryetar të Kuvendit të Kosovës për shkak të mungesës së një marrëveshje politike. Pas kësaj, deputetja e Aleancës, Time Kadriaj, ka hedhur ve në drejtim të tij. Seanca u përshkallëzua dhe u ndërpre pas intervenimit të deputetëve të tjerë dhe forcave të sigurisë. Kurti para deputetëve tha se takimet e tij si kryetari i subjektit fitues të zgjedhjeve të 7 qershorit, lëvizjes Vetëvendosje dhe kryeministër në detyrë kanë vazhduar, por ende pa një marrëveshje politike. Ndërkaq, pas ndërprerjes së seancës, ai ju tha gazetarëve se s'ka propozuar emër, me që pa marrëveshje për presidentin do të ishte shkuarje në zgjedhje të reja. Nuk ka kuptim që të mos bëjmë marrëveshje. Nuk ka kuptim që të mos bashkëbisedojmë. Në këto orët e fundit, ndërmjet fillimit të seancës për konstituimin e Kuvendit dhe vazhdimit të kësaj seance, unë kam pasur takim, gjithashtu kam shkruar letra që ftojnë për takim,
kam shkruar letra që japin përgjigje për qëndrimet në mungesë të takimeve, kam shkruar mesazhe telefonike për të takuar me lider të partive politike dhe unë nuk besoj që duhet të shpallim përpjekjet e dështuara apo të përfunduara. Ndaj këtyre zhvillimeve kanë reaguar partitë opozitare. Deputeti i PDK-s Enver Hoxhaj ka thënë se Kosova sot ka hyrë në një fazë të re, derisa i ka bërë thirrje kryetarit të LVV-s, Albin Kurtit, që ta propozoj kandidatin për krye parlamentar. Ai ka theksuar se vendi ka lëviz drejt një anarkie të plotë, burimi së cilës është Albin Kurti dhe LVV. Edhe deputetja e LDK-s, Jehuna Lushaku, i ka bërë thirrje lëvizjes vetëvendosje që ta propozoj emrin për kryetar të kuvendit, pasi kryetari i saj, Albin Kurti, kërkon kohë shtesë duke ndaluar vazhdimin e seancës konstituive. Lushaku e ka quajtur këtë të papërgjegjshme. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka thënë se qëndrimi i shtetit të tij për mosnjohjen e Kosovës si shtet i pavarur nuk ka ndryshuar. Nga Beogradi në një konferencë për shtyp gjatë vizitës zyrtare, Zelenski është pyetur për çështjen e Kosovës. Ai ka thënë se e respekton integritetin territorial të Serbisë. Ne respektojmë integritetin territorial të partnerëve tanë. E respektojmë të drejtën ndërkombëtare. Ky është qëndrimi ynë. Se i përket asaj që thatë për shpalljen e njëanshme të pavarësisë së Kosovës, qëndrimi mbetet i pandryshuar. Gjithmonë e kemi theksuar këtë dhe se politika e Ukrainës nuk ka ndryshuar, ka thënë ai sipas mediave në Serbi. Në këtë rast, Zelenski ka falenderuar Serbinë për respektimin e integritetit dhe sovranitetit të saj territorial përfshirë Krimen. Nuk do të ndryshojmë qëndrimin tonë në çështjen e Serbisë, ka shtuar ai. Senati Amerikan ka votuar me shumicë votash dërmuese një projekt ligj të ri për sanksionet ndaj Rusisë që synon të godaste ardhurat e Moskës nga energjia dhe vendet që vazhdojnë të blejnë naftë e gaz rus. Projekt ligji tani duhet të kalojë në dhomën e përfaqësuesve. Ai parashikon masa të reja kundër zyrtarëve rus, oligarkëve, kompanive shtetërore dhe subjekteve që ndihmojnë Moskën të financojë luftën në Ukrainë. Një nga pjesët më të rëndësishme të projekt ligjit është mundësia që presidenti Donald Trump të vendosë tarifa deri në 100% ndaj importeve nga vendet që janë ndër blerësit më të mëdhenj të naftës dhe gazit rus. Masa synon veçanërisht 5 blerësit kryesor të energjisë ruse dhe vendet që ndihmojnë Moskën të anashkalojë sanksionet. Kjo vendos në qendër të vëmendjes Kinën dhe Indinë, dy nga blerësit kryesor të energjisë ruse. Nëse zbatohet, një masë e tillë mund të shkaktojë tensione të reja tregtare mes Washingtonit, Pekinit dhe New Delhit. Organizata e Bashkëpunimit Islam e mirëpriti të premten në nënshkrimin e marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës mes Arabisë Saudite, Turqisë dhe Pakistanit. Sekretari i përgjithshëm i OBI-s, Hussein Brahim Taha, shprehu vlerësim dhe mbështetje të fortë për marrëveshjen, duke e cilësuar atë si një hap të rëndësishëm strategjik që pasqyron angazhimin e 3 vendeve për forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar, sipas një deklarate të organizatës. Ai shtoi se ajo mishëron vendosmërinë e përbashkët për të përgjigjur sfidave në rritje të sigurisë dhe për të forcuar solidaritetin dhe partneritetet konstruktive mes shteteve anëtare të OBI-s. Të premten Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani nënshkruan një marrëveshje të përbashkët të mbrojtjes në një samit trepalësh në Mekë, duke u zëtuar të forcojnë sigurinë kolektive, të thellojnë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe të promovojnë paqen dhe stabilitetin në rajon dhe më gjerë. Shikues të nderuar, këtu përmbyllim lajmet, ndërsa bashkë do të shihemi në edicionin qendror. Deri atëherë, ju takofshim.